Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa hu, al-Malikul Quddus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahmanu irham ضعفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Falënderimet e plota I takojnë Allahu Gjelle Shanuhu, krijuesit të botrave. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu Gjelle Shanuhu qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në fillim ju përshëndes të gjithëve, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjithë ne e dim se sot pothuaj në botën shqiptare është duke u manifestuar dita e 7 marsit, dita e cila I kushtohet mësuesve. Ne sonte me ndihmën e Allahu Gjelle Shanuhu do t'japmi disa sqarime rreth asaj se cila është vlera e diturisë në Islam dhe çfarë vlere posedon mësuesi në fen e Allahut Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Nëse ndalmi në burimet kryesore të Islamit, siç janë Kurani famëlart dhe Sunneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të varrim se ajetet kuranore dhe hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, diturisë dhe dietarëve, mësimit dhe mësuesve I kanë caktuar një pozitë të veçantë. Mjafton para jush t'i paraqesmi disa ajete kuranore nëpërmjet cilave vërehet vlera e diturisë dhe dietarëve ose mësimit dhe mësuesve. Mjafton ta potencojmë ajetin kuranor ku Allahu Gjelle Shanuhu në fjalën e parë të zbritur në Kur'anin famëlart, drejtuar Muhamedit alayhi salatu wasalam, drejtuar gjithë njerëzve pa marrë parasysh kohën dhe vendin se kur dhe ku jetojnë ata, në fjalën e parë të zbritur në Kur'anin famëlart ku Allahu I lartë madhëruar thot: lezo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lezo me emrin e Zotit tënd I cili krijoi çdo gjë. Iqra wa rabbuka al-akram, lezo dhe se Zoti jot është mëbujari, alladhi allama bil qalam, I cili mësoi njeriun me anë të pendës, allama al-insana ma lam ya'lam, e mësoi njeriun atë që ai nuk e dinte. Në këto 5 ajete kuranore të para të zbritura dhe të shpallura në Kur'anin famëlart, vërehet qartë vlera e diturisë, vlera e shkencës, vlera e njohjes, vlera e njeriut dhe vlera e besimit që ka njeriu ndaj krijuesit të tij. Në këto 5 ajete të para të shpallura në Kur'an, vërejmë se Allahu Gjelle Shanuhu 2 herë e ka përsëritur fjalën Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Lezo me emrin e Zotit tënd I cili krijoi çdo gjë, krijoi njeriun nga një gjak I ngjizur. Lezo se Zoti jot është mëbujari. Vërehet se Allahu Gjelle Shanuhu brenda 5 ajeteve të para të shpallura në Kur'an, 2 herë e ka porositur, 2 herë e ka përsëritur fjalën Iqra dhe ka porositur njeriun, ka kërkuar për njeriu, ka urdhëruar njeriun që ai të lexon, të studion, të hulumton, sepse vetëm me anë të leximit dhe vetëm me anë të studiimit mund të kuptohet e vërteta. Po ashtu vërim se Allahu Gjelle Shanuhu në këto 5 ajete kuranore 2 herë e ka përsëritur njëjtën fjalë insan, njeri, çka flet për vlerën që ka njeriu tek Allahu Gjelle Shanuhu.
Po ashtu Allahu në këtë ajet kuranor potencon dhe thot alleme, e mësoj njeriu, çka do të thotë se njeriu lind në këtë botë i paditur, ndërsa ai përfiton njohuri nëpërmjet organeve dhe shqisave që Allahu xhaleshanu ja ka krijuar atij dhe ai dal nga dal përfiton njohuri për veten në këtë botë dhe për të tjerët. Këto 5 ajete kuranore janë shumë të rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra, sikur secili prej neve të ndalej pak dhe të mendonte në to, aty do të gjen margaritar, aty do të gjen gjëra shumë të vlefshme, gjëra të cilat qish në fillim ja tregojnë njeriut rrugën e shpëtimit. Allahu thot: "Iqra bismi rabbik", lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Vetëm ky ajet i parë në veten ngërthen shumë kuptime të mëdha. Allahu urdhëron me lexim, hulumtim dhe zbulim. Por ky lexim, ky hulumtim dhe ky zbulim padyshim se duhet të jetë në emër të Zotit. Në emër të Zotit tënd, i cili të krijoi ti o njeri. Pra, ne kemi krijues, kemi krijesë. Mes krijuesit dhe krijesës ka një raport adhurimi dhe raport robërie të njeriu ndaj Allahut, i cili e adhuron Zotin e tij, ndërsa Zoti i tij ka marrë përsipër që nëse njeriu e adhuron atë, ai padyshim se atë do të shpërblen edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Ekzistojnë ajete të shumta të cilat flasin për vlerën e diturisë, vlerën e mësimit dhe mësuesve apo mësimdhënësve. Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin famëlar në një ajet tjetër thot: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, ti o Muhammed, thuaj njerëzve, a mund të jenë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Do të thotë sikur që Allahu xhaleshanuhu ka parashtruar një çështje në formë të pyetjes se nuk mund të jenë të barabartë ata që dinë edhe ata që nuk dinë. Përkundrazi, Allahu i lartë madhëruar thot: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngrit besimtarët nga mesi juaj edhe ata që posedojnë dituri, dietarët, mësuesit, mësimdhënësit, profesorët, i ngrit me shkallë shumë të larta. Vëllezër të nderuar, mund të them lirisht dhe jam i bindur fort se asnjë ideologji në botë dhe asnjë sistem në botë nuk i ka dhënë mësuesit pozitën të cilën ja ka dhënë Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam në sunetin e tij. Allahu xhaleshanuhu në një ajet tjetër thotë: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u." Prej robërve të tij Allahu t'i friksohen vetëm dietarët, vetëm ata të cilët posedojnë njohuri të mirëfillta, vetëm ata të cilët janë të zhitur, të thelluar në shkencë, në hulumtime, ata padyshim se në studimet e tyre do të vrejnë një fuqi shumë të madhe që gjendet në çdo krijesë që Allahu xhaleshanu e ka krijuar, dhe se njeriu kur hulumton pa marrë parasysh në cilën krijesë për këtyra krijesave, aty do të gjen fuqinë dhe madhrinë e Allahut xhaleshanu o xhalajalu. Ajetet për të cilat i potencuam, ku Allahu thot lexo, dhe se nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, dhe se Allahu i ka ngritur lart dietarët, dhe se Allahu t'i fiksohen për robërët e tij vetëm dietarët, këto ajete janë të mjaftueshme që të kuptohet një herë dhe përgjithmonë se Islami e ka ngritur dietarin, i ka ngritur mësuesit, i ka ngritur profesorët, i ka ngritur gjithë ata që kanë marrë përsipër udhëzimin dhe këshillimin e gjeneratave të reja, i ka ngritur me grada shumë të larta. Mirë po kur? Atëherë kur ata profesor, ata mësues, ata arsimtar, ata studiues, ata hulumtues, gjithë këtë punë e bajnë në emër të Allahu xhaleshanuhu dhe për hir të Allahut xhaleshanuhu ve xhalajalu. Muhamedi alayhi salatu wasalam po ashtu ka folur gjithsesi për vlerën e dietarëve, mësuesve, mësimdhënësve. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu."
më i miri në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin për veti dhe u mëson të tjerëve. Vëllezër të nderuar, duhet të kemi të qartë se ky hadith i pejgamberit alayhis salam nuk është i kufizuar vetëm në të mësuarit e leximit të Kur'anit apo të xhvidit të tij, por ky hadith është aq i gjerë saqë përfshin të gjitha çështjet shkencore të cilat i ngërthen në vetë Kur'ani famulart. Çdo kush që ka lexuar Kur'anin famulart e ka të qartë se aty përfshihen shumë çështje të rëndësishme shkencore. Bile mund të themi nuk ka shkencë e cila nuk përfshihet në brendin e Kur'anit famulart. Përderisa Muhamedi alayhis salam thotë që njeriu më i mirë në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin, do të thotë se i mëson edhe shkencët të cilat gjenden në Kur'anin famulart, jo vetëm kaq, por wa allama edhe ato shkenca, ato njohuri të cilat i ka mësuar për vete, u mëson edhe të tjerëve. Pra, kur Muhamedi alayhis salam thotë khairukum, më i miri në mesin tuaj, më herliu në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe çdo gjë që gjendet nda dhe nuk mjafton vetëm me kaq, por u mëson edhe të tjerëve. Një hadith tjetër të pejgamberit alayhis salam i cili flet për vlerën e dietarëve, vlerën e mësuesve dhe profesorëve, në cilin Muhamedi alayhis salam thotë: "El ulama'u warathatul anbiya." Dietarët, profesorët, hulumtuesit janë trashëguesit e pejgamberëve. Trashëguesit e pejgamberëve. Përderisa pejgamberët janë njerëz të zgjedhur nga ana e Allahut xhaleshanuhu, dhe se ajo gratë nuk mund të arrihet, as nuk mund të përfitohet, por ajo vetëm dhurohet, nga se Allahu xhaleshanuhu e zgjedh për pejgamber kanë të donë, atëherë grada më e lartë që mund të arrijë njeriu në këtë botë, faktikisht duke i udhëruar nga ana e Allahut, është grada e pejgamberisë. Mirë po, trashëgimtarët e këtyre pejgamberëve në rend të parë më njëherë janë dietarët, profesorët, mësuesit, ata të cilët studiojnë dhe hulumtojnë. Innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinara, innama warrathu al-ilm. Pejgamberët trashëgimi nuk kanë lënë pas vete as ari, as argjend, por pas vete kanë lënë deturi. Kush përfiton deturi, kush mëson deturi, kush bëhet i dijshëm, kush bëhet mësues, kush bëhet hulumtues profesor, ai padyshim se ka marrë pjesë në trashëgimin të cilën e kanë lënë pas vete pejgamberët e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Muhamedi alayhis salam thotë: "Li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am." Sikur Allahu xhalla shanuhu ta udhëzon në duart e tua një person, vetëm një person në jetën tënde, ti të bësh shkaktar që ai të udhëzohet në rrugën e drejtë, kishte më qenë më mirë për ti se sa me ta dhënë gjithë atë që e ngroh dielli. Dielli ka e ngroh tërë botën. Sikur me thonë nesër ti se këtë botën ti e ke ndorë dhe ti je sunduesi i botës. Padyshim se kishte më qenë një pasuri shumë e madhe. Mirë po, pasuri më e madhe se kjo është nëse ti bësh shkaktar që të udhëzohet nëpërmjet teje ose në duart e tua një person të udhëzohet në rrugën e drejtë. Vëllezër të nderuar, Muhamedi alayhis salam ai vetë ka qenë mësues. Ne kur folëm më herët për pejgamberin ton Muhamedin alayhis salam dhe cilësitë e tij, thamë se ai krahas shumë cilësive tjera ka qenë edhe mësues i cili i ka mësuar të tjerët se si duhet të veprojnë në këtë botë. Ai vetë ka thonë innama bu'ithu mu'allima, unë jam dërguar mësues. Në hadithin tjetër thot, lakin ba'athani Allahu mualliman wa muyassira. Mirë po, Allahu më ka dërguar mua muallim, mësues, dhe muyassir, lehtësues. Nga vetë kjo fjalë e pejgamberit alayhis salam nënkuptohet se pozita, profesioni i mësuesit është një nder shumë i madh. Është një çështje shumë e rëndësishme, është një pozitë shumë e lartë. Dhe vërejtëm nga kjo që e thamë se Allahu xhallashanuhu mësuesin, dietarët, arsimtarët i ka ngritur shumë lartë, përderisa ata i përmbahen rregullave dhe parimeve të cilët Allahu xhallashanuhu i ka shpallur në Kur'anin famullar dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj puna e mësuesit,
profesioni ose thonë ndryshe misioni i mësuesit, aq sa është nder, është edhe përgjegjësi. Është fakt se të jesh mësues i një grupi të nxënësve është nder, nga se ti merresh me njerëz, sidomos me njerëz të vegjël, fëmijë të vegjël, të cilët janë në fillim të jetës së tyre, dhe ti je ai i cili ke marrë përsipër edukimin dhe arsimimin e tyre, dhe ti je ai i cili ke nderin që të merresh, që jesh ai i cili do të merresh mbi supet e tua edukimin e një grupi të njerëzve, të cilët pritet që nesër ata ta marrin udhëhecin e asaj shoqërie ata ku janë duke jetuar. Për këtë, vëllezër të nderuar, duhet ta dinë çdo mësues dhe çdo mësimdhënës se profesioni i mësuesisë të qenurit arsimtar ose mësimdhënës aq sa është nder, por nuk duhet harruar në asnjë mënyrë se ajo është një përgjegjësi shumë e madhe. Nga se pikërisht nga arsimtari, nga mësuesi, mvaret edhe ardhmëria e gjeneratave të reja. Nëse arsimtarët të gjithë bashkarisht punojnë, angazhohen dhe bëjnë përpjekje, japin mundin e tyre në maksimum që t'i edukojnë gjeneratat e reja në frymën më të mirë, t'i arsimojnë ata në mënyrë të mirëfillt, padyshim se ne do të kemi gjenerata të ardhmen të forta, të fuqishme, të cilët do të ngritin vetdijen e këtij populli dhe do të mbrojnë drejtën e tyre për të jetuar në këtë botë me dinjitet dhe me nder. Mirë po, nëse gjeneratat të shumta të i kalohen, ka përcen, pa e dhënë mësuesit arsimtarët mundin e tyre në nivelin më të lartë, atëherë përgjegjësinë në rend të parë para Allahut të lartë madhëruar, mandej edhe para shoqërisë, do të bartin pikërisht këta arsimtar, këta mësues, të cilët i kanë dalë zot kësaj pune dhe të cilët kanë marrë bisupat e tyre që t'i edukojnë gjeneratat e reja. Vëllezër të nderuar, ne do të mundohemi në vazhdim që të japmi disa prej karakteristikave apo cilësive të cilët i sheh Islami bazuar në Kur'anin famullar dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por edhe pedagogjia bashkëkohore, nga se nuk ka dallim mes të vërtetave hynore të zbritura në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të vërtetave shkencore, sepse ajo që është edukative edhe në Islam është e njëjta edhe në shkencë të mirëfillt, dhe për këtë arsye do të vërejmë se shumë çështje janë unike mes asaj që e thot Kur'ani dhe asaj që e thot pedagogjia bashkëkohore. Për këtë ne në vazhdim do të japim disa prej cilësive të cilët i paraqet Kur'ani famullar dhe se cilësi të cilat duhet të ketë çdo mësimdhënës, çdo mësues nëse dëshiron që ai të jetë i suksesshëm në punën e tij edukative arsimore. Këto cilësi ne i kemi ndarë në disa grupe. Grupi i parë për këtyre cilësive është cilësitë e përgjithshme, që do të thotë se cilësi të cilat duhet t'i përfshin çdo mësimdhënës, por ndoshta jo vetëm çdo mësimdhënës, por edhe të tjerë të cilat nuk janë mësimdhënës, por në rend të parë mësimdhënësit, mësuesit duhet të cilësohen me këto cilësi të cilat do t'i cekim në vazhdim. E para për këtyre cilësive është që mësuesi duhet të ketë besim të drejtë dhe të jetë i devotshëm në jetën e tij. Që do të thotë se sot ne jemi duke jetuar në kohën e demokracisë. Çdo kush e ka të drejtën e besimit. Andaj ne shqiptarët, përderisa jemi pjesë dërmuese e jonë musliman, arsimtarët duhet të jenë besim drejt dhe duhet atë besimin e tyre që e kanë ta shfaqin në formën më të mirë. Përveç kësaj, ata duhet të jetë të devotshëm në jetën e tyre. Duhet thjesht i përmbahen parimeve të besimit të tyre që e kanë dhe të bëjnë përpjekje që mos të veprojnë diçka e cila vjen në kundërshtim me besimin të cilën ata thonë se i takojnë atij. Por derisa je musliman, atëherë duhesh të bësh përpjekje që çdo vepër që e bën të mos jetë në kundërshtim me besimin tënd, të cilën ti vetëm ke potencuar dhe ke theksuar se i takon atina. Çështja e dytë, cilësi e dytë është që mësuesi duhet të jetë i sinqert dhe duhet të jetë modest. Që do të thotë se puna edukative arsimore kërkon një sinqeritet nga ana e mësuesit dhe në njëjtën kohë kërkon modesti. Nuk është vendi për menjëmasi, nuk është vendi që ai të tregon arrogancën e tij,
por ai duhet të jetë shëmbulltir e gjallë, duke treguar zemërgjërsinë e tij, duke treguar sinqeritetin e tij, duke treguar modestinë e tij, sepse ai i cili bart detyrim me vete, ai i din obligimet e veta që i ka kundrejt shoqërisë, e në rënd të parë kundrejt nxënësve që i ka para vete, dhe për këtë ai gjithmonë duhet të ndihet se është modest, duhet të ndihet se është i sinqert në punën e tij dhe mos të bën lajka, mos të bën ndradhia në punën e tij, por punën e tij ta krin me përpikërinë më të lartë. Cilësi tjetër e mësuesit është që ai duhet të jetë i durueshëm dhe zemërqer në punën e tij. Çdo mësues ka punë me një numër të madh të nxënësve. Nuk është lehtë që ai të merret me ta, sepse sidomos në kohën tonë, është bërë vështirë që njeriu të merret me edukimin e fëmijëve të vet që i ka në shtëpi 2-3-4 sa i ka. E mos flasim për 20, 30, 40 nxënës të cilat i ka në klasë. Është problem. Mirë po, arsimtari i përgatitur mirë, din se si të organizon jetën e nxënësve në klasë dhe duhet të din se është duke krijuar mision, a misioni kërkon durim dhe zemërgjërsi. Për këtë, nëse arsimtari don të ketë sukses në punën e tij, është padyshim që ai duhet të jetë i durueshëm, duhet të jetë durëmtar. Allahu i lartë madhruar në Kur'anin famullar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarëve Allah u jep shpërblim pa llogari. Kjo moto duhet të jetë moto e çdo arsimtarit, se prej arsimtarit kërkohet që ai të jetë i durueshëm në punën e tij, nga se ka marrë përsipër edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja. Në anën tjetër, arsimtari duhet të jetë i drejtë edhe në klasë edhe jashtë klasës. E sidomos në klasë me nxënësit e tij, mos të bën diskriminim mes nxënësve, mos të jep dikujt notë më shumë se sa meriton, e tjetri të jep notë më pak se sa ai meriton. Mos bën dallim mes nxënësve, sepse fëmiu edhe pse është fëmijë, ose i riu edhe pse është i ri, ai do ta kupton, do të merr një pamje shumë negative ndaj arsimtarit të tij, dhe nesër kur të rritet ai gjithmonë do ta marrë në mend, sepse arsimtari i tij ka bën padrejtësi në mesin e nxënësve. Dhe në këtë mënyrë arsimtari do të jetë një shëmbulltir jo i mirë para nxënësve të vet. Për këtë arsimtari duhet të jetë i drejtë me të gjithë. Duhet të jep çdo kujt hakun që meriton dhe duhet çdo kush prej nxënësve të merr atë që i takon atij not apo çfarë do qoftë punë të ishtajona. Çështja tjetër shumë më rëndësishme është që arsimtari duhet të jetë shëmbulltir e gjallë. Ne të gjithë e dimë se arsimtari është prindi i ditë i fëmijës. Prind i parë biologjik është nana dhe baba, ndërsa prind i ditë është mësuesi apo mësuesja. Çdo prind biologjik nga shtëpia e tij i ka lënë në duart e mësuesit gjën më të shtrenjtë që posedon ai, faktikisht që janë fëmijët, dhe për këtë arsye duhet arsimtarët të jenë shëmbulltir e gjallë para nxënësve, në të follurit e tyre, në sjelljen e tyre, në veshjen e tyre, në të pamurit e tyre, në mësimin e tyre, në punën e tyre, në praktikën e tyre dhe në çdo gjë që kërkohet nga ai, duhet të jetë shëmbulltir e gjallë. Sikur që Muhamedi alayhi salatu wasalam, që ka qenë shëmbulltir e gjallë për mbar njerëzinë në çdo lëvizje të jetës së tij, ashtu edhe arsimtari apo mësuesi duhet të jetë një shëmbulltir e gjallë para nxënësve të vet. Nuk guxon ai të përdor fjalë të ndyta. Nuk guxon ai të bën vepra të kota. Nuk guxon ai të bën diçka që nuk është e hijshme, as nuk është morale. Duhet gjithmonë të jetë i durueshëm, duhet të bën përpjekje që të jetë një pedagog, një edukator i mirë dhe një arsimtar i mirë para nxënësve që i ka para vete. Grupi i ditë i cilësive të cilat duhet të posedon arsimtari janë cilësitë morale ose cilësitë e karakterit në përgjithësi. Për këtyre cilësive morale, cilësia e parë është që arsimtari duhet të ketë qëllim të pastërt. Nga se dhënia e mësimit, mësimdhënia në përgjithësi, nëse bëhet me një jetë të pastërt, me qëllim që të ngrit vetdijen e nxënësve, dhe nëse bëhet me një jetë për Allahun xhaleshanuhu, ajo atij i llogaritet ibadet dhe sevap shumë i madh. Për këtë varrim se Muhamedi alayhi salatu wasallam thotë innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas niyetit. Nëse niyetin e ka, nëse niyetin arsimtari e ka për të ngritur vetdijen e nxënësve dhe për të kuptuar realitetin dhe për pajtuar Allahun xhaleshanuhu, padyshim se krahas rrogës së tij që e merr për punën që e bën,
ai do të shpërblet para Allahut xhalla shanu wa xhalla xhalu. Për këtë unë këtu i këshilloj të gjithë arsimtarët, të gjithë u themi bëni një jetën të pastër për Allah, nëse doni të fitoni dy gjëra. Të fitoni edhe rrogën në këtë botë për cilën vetëm jeni angazhuar, po njëjtën kohë të fitoni edhe pajtimin dhe shpërblimin e Allahut xhalla shanu nesër në botën e ahiretit. Ja Allahu si shpërblen shumë nëse niyeti është i pastërt. Andaj, nëse çdo gjë në këtë botë ka nevojë për niyet, për arsimtarin niyeti është edhe më i domosdoshëm nga fakti se qëllimi kryesor i tij duhet të jetë arritja e pëlqimit të Allahut xhalla shanu dhe ngritja e vetdijes së nxënësve për të kuptuar realitetin dhe për të kuptuar të vërtetën. Cilësia tjetër e arsimtarit është se ai duhet të ketë personalitet dhe qëndrim të fuqishëm. Duhet të kesh qëndrim, mos lejon që të bëjnë hajgare nxënësit me të, por duhet të ketë personalitet dhe duhet të ketë qëndrim dhe përmirëtarinë e tina. Është e vërtetë se nxënësit edhe studentët i respektojnë ata profesor apo ata arsimtar të cilët kanë qëndrim në jetën e tyre, kanë qëndrim në punën e tyre, por jo të jenë aq të vrasht, jo të jenë arrogant, duke përdorur shkopin, duke përdorur dajakun, duke përdorur rrahjen, në asnjë mënyrë e tillë nuk lejohet. Personaliteti fetohet ku njeriu ka përgatitje profesionale dhe ku njeriu e njeh mirë punën, është praktikant e asaj që e thot, vepron sipas asaj që flet dhe thjesht ai krijon personalitetin e vet dhe krijon qëndrimin e vet. Atëherë padyshim se nxënësit do ta nderojnë atë arsimtar i cili ka qëndrim në punën e tij. Çështja tjetër dhe cilësia tjetër e arsimtarit është që ai duhet të jetë entuziast dhe duhet të jetë optimist në punën e tij. Vëllezër të nderuar, nuk duhet të pesimizojmë jetën tonë. Dhe në asnjë mënyrë arsimtari nuk duhet të thotë s'ka hajër për këtyre nxënësve. Nuk pritet për tjera asgjë. Dhe thjesht të pesimizohet në jetën e tij, sepse pesimizmi është një çështje shumë negative, i cili gjithmonë e shtyn njeriu përbrapa. Ndërsa njeriu në rënd të parë arsimtari duhet të jetë gjithmonë optimist dhe duhet të jetë entuziast në punën e tij, duhet të bën përpjekje që gjithmonë ta synon më të mirën dhe të jap kontributin e tij për të ndryshuar gjendjen e nxënësve dhe me ndryshimin e nxënësve të ndryshohet gjendja e universiteteve të ndryshme dhe gjendja e barë shoqërisë. Për këtë, vëllezër të nderuar, arsimtari ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e tij. Cilësi tjetër mjaft në rëndësi që është në jetën e arsimtarit është që gjithmonë të pajtohet fjala me veprat e tina. Atë që e thot ta praktikon, mos të thot ndryshe e të praktikon ndryshe. Mos të shkon ai arsimtar në klasë, të thot nxënësve se nuk është mirë të pihet dani ai me cigarën në gojë. Mos të thot nxënësve se duhet punuar ai në klasë e merr gazetën dhe lexon. Mos të thot nxënësve se duhet të jemi të ndershëm dhe mos të përdorni fjalë të kota dhe të ndita, ai përdor fjalë të kota dhe të ndita. Për këtë, në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohet që arsimtari të përdor fjalë dhe të vepron ndryshe nga ajo që e thot. Të ketë kujdes në të folur të tij dhe në njëjtën kohë duhet të mundohet të bën përpjekje që atë që e flet duhet të praktikon. Allahu xhalla shanu në Kur'anin famullar thot: "Lima taquluna ma la taf'alun, kabara maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." O ju besimtar, se e thoni atë që nuk e veproni, është një mëkat shumë i madh te Allahu që të veprohet ndryshe nga ajo që thuhet, ose të thuhet ndryshe nga ajo që veprohet. Për këtë, arsimtari duhet të jetë një shëmbëltir e gjallë, duhet të jetë një jernek, një model pozitiv para nxënësve, çdo gjë që e thot, ta thot me vend dhe atë që e thot edhe ta praktikon, që në mënyrë të drejtë për drejtë nxënësit të përfitojnë prej tina. Vëllezër të nderuar, ekzistojnë edhe cilësi shumë tjera të arsimtarëve, të cilët ndoshta është e pamundur të përmendin gjitha ato. Po për këtyre cilësive është që arsimtari duhet të ketë përgatitje profesionale, të jetë njohës i mirë i landës së tina. Mos të bëhet arsimtar ai i cili nuk ka përgatitje profesionale. Nëse him kimi, duhet të jetë kimist i mirë, biologji, duhet të jetë biologist i mirë, pa marrë parasysh se lande ka, ai duhet të jetë njohës i mirë i asaj lande. Krahas kësaj, duhet të jetë njohës i mirë dhe të posedon aftësi në çështjen
didaktiko-metodike. Do të thotë, duhet të dinë të përdor metodat të mësimdhënies, të përdor metodat adekuate, të përshtatshme për mësimdhënie. Dhe të njëjtën kohë duhet të jetë njohës i mirë i përdorimit të mjeteve didaktike, sepse mësimi ka nevojë për ilustrime, mësimi ka nevojë për demonstrime, mësimi ka nevojë për sqarime, mësimi ka nevojë për përdorimin të mjeteve të ndryshme, në veçantë në kohën kur jemi duke jetuar, ku ekzistojnë mjete të ndryshme elektronike, të cilat duhet të gjithë ato arsimtarit të dinë se si të përdor, me qëllim që nxënësve t'u afron njohuri më të mëdha. Për këtë, vëllezër të nderuar, ekzistojnë cilësi shumë të mëdha. Ekzistojnë cilësi të cilat duhet i posedon dietari, duhet i posedon arsimtari, cilësi të cilat potencohen qartë Kur'anin famulart dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Një prej cilësive shumë të rëndësishme është edhe ajo që punën arsimtari duhet ta kryejë me përpikmëri të plotë. Muhamedi alayhis salam thotë: "Inna Allaha yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqina." Allahu thotë dëshiron për ndonjërit për juve kur ta punon një punë, ta punon me përpikmëri të plotë. Që jep hakun punës. Je bë arsimtar. Jepi hakin punës tënde, shko me kohë në orë, dil me kohë për orës, shfrytëzoje orën maksimum, nga se arsimtari është ai i cili planifikon, ai i cili organizon dhe ai i cili zbaton procesin edukativ arsimor. Ai është i cili llogaritet si faktor subjektiv numër 1 krahas nxënësit, i cili duhet të dinë të ndihmohen me veti për të organizuar procesin edukativ arsimor. Vëllezër të nderuar, ka shumë çka thuhet në këtë çështje. Ka shumë për të thonë rreth arsimtarit dhe arsimtareve. Ka shumë për çka të thuhet rreth vlerës së diturisë dhe mësimit të cilën e ka ofruar Kur'ani famullar dhe suneti i pejgamberit sallam. Mirë, po koha nuk na premton më shumë. Vetëm duhet të potencoj edhe këtë, se Ahmed Shauki, një prej poetëve bashkohor arab, thot: "Qum lil muallimi wa fihi at-tabjila kada al-muallimu an yakuna rasula." Ngrihu, thot, ngrihu në këmbë, ngrihu para mësuesit dhe respektoje atë, sepse mësuesi është i afërt me pejgamberët, sepse mësuesi është i afërt me pejgamberët. Këtë që e potencuam më herët kur thamë se dietarët apo mësuesit janë trashëguesit e pejgamberëve, të cilët Allahu xhaleshanu i ka dërguar në këtë botë. Vëllezër, do të potencoj në fund edhe një ngjarje që ka ndodhur nga Imam Ebu Hanifja radiallahu anhu, juristi i njohur islam dhe themeluesi i shkollës juridike hanefite. Ai thot, momenti kur i vdiq mësuesi, shejhi i tij, dietari i tij, hoxha i tij, thot aq shumë ka pas respekt ndaj hoxhës së tij, derisa kur është ulur dikon në dhomë, nuk i ka drejtuar këmbët ka shtëpia e mësuesit të vet, në shenjë respekti dhe nderi që ka pas ndaj mësuesve. Për këtë them, patjetër duhet të kthehet mësuesi pozite e tyre që e posedojnë. Patjetër duhet të kthehet atyre pozita të cilën ata e meritojnë. Kur u pyet kryeministri japonez se si arritën këtë përparim teknologjik, ai tha me disa fjalë shumë të shkurtra: "Ne arritëm atëherë kur mësuesit i dham rrogën e ministrit dhe atij i dham imunitetin e deputetit." Mësuesit rrogën e ministrit, ndërsa imunitetin e deputetit mësuesit duhet të jetë mbi gjithçka. Jo mësuesit të lihet pasdore, jo mësuesit të jepen 300 euro, jo mësuesit të jepen një rrogë sa që ai do të rohet më të shkon në pastore sportive, të luajnë gjithë natën të luajnë lojra të ndryshme për përfitime të pahishme, të bën dredhia, të merret me politikë, të merret me gjëra të cilat e pengojnë çështjen edukative arsimore. U them të gjithëve arsimtarëve, të cilët kanë frikë Allahun xhaleshanuhu, u them të gjithëve atyre: keni frikë Zotin në fëmijët që i keni para vete. Kujdesuni për ta. Ata janë fëmijët tuaj dhe prej tyre varet ardhmëria e shoqërisë. Dhe në fund, uroj të gjithë arsimtarëve, të gjithë mësimdhënësve, të gjithë mësuesve dhe mësueseve, të gjithëve ditën e 7 marsit, por mos qetë vetëm kjo ditë, sepse dita e dietarit është i tërë viti e jo vetëm një ditë. Vëllezër dhe motër të nderuara, deri në emisionin e ardhshëm, u lënëm për kujdesin e Allahu xhaleshanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.